Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes duke ju uruar që ditat ju shkoj sa më e mbar. Sot kam një kënaqësi të veçantë sepse në studio kam njerëz që marrin shumë çka me vete, atë që më së shumti ja jep natyra. Natyra në të gjithë përmasat e saj, në hapësirë, në ngjitje, në lartësi, gjë që i bën këto njerëz nganjëherë shumë të veçantë. Historia e tyre zëfill me krijimin e një klubi i cili 4 vite më parë u formzua me emrin Taraboshi. Në rrugët e ngjitjes ka shumë histori, ka shumë personazhe, ka shumë ngjarje që vërtet mbeten të pashlyera, por edhe një zgjerim të mëtejshëm gjithmonë të këtij klubi, i cili në rrugët e tij një vetëm destinacione të herpashershme, por edhe mjaft suksese të shumta, madje edhe po i quajmë në kompeticione, ose gara, ose kampionate, të cilët janë dalluar në disiplinën, po i quaj, të kacavjerjes në shpejtësi. Me mua, sot në studio, është doktoresha Lindita Haxhia, presidente e klubit Taraboshi. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studio. Mirëmëngjes dhe shumë faleminderit nga ju. Me mua sot në studio është edhe zoti Alket Came, kampion i kacavjerjes në shpejtësi. Magjike më duket. Mua më duket magjike. Mirë se ke ardhur, Alket, mirë se na sjell me pikërisht këto emocione. Ju në të vërtet jeni njerëz që nuk njihni barriera frike në hapësira që po shkoni, apo jo? Histori të veçanta, të bukura, shumë entuziazëm, ritëm, apo jo? Patjetër, ne tashmë jemi të afirmuar, u bën 4 vjet që jemi formuar si klub Taraboshi dhe normalisht që frikrat kanë ikur me kohë, por akoma jemi në sfidë për me arrit akoma edhe më shumë gjëra të bukura rreth alpinizmit malor apo dhe turizmit malor. Në fakt, ajo që ju karakterizon është vërtet guximi, por dhe dashuri shumë e madhe për natyrën, një pasion që nuk ju lë rehat, përkundrazi, pas një destinacioni vjen një tjetër. Ka lindur që herët tek ju, apo erdhi një moment kur menduat që ti bashkoheshi një organizimi siç është klubi Taraboshi, i cili për rreth 4 vite më parë u krijua? Atëherë, ne siç e thatë edhe ju, jemi klubi Taraboshi Shkodër, një klub i formuar me si fillim me një grup njerëzish dashamirës për natyrën, pasionant për natyrën, dhe them që para 4 vite grupi jon u bashkua rastësisht tek një ambient ku ishin disa persona të tjerë, tu i diskutu rreth aktivitetet ndryshme që shifshin nëpër portale. Menduam se jo të krijonim dhe në një grup, atëherë pak i moderuar normal, një grup me persona të dashamirës për natyrën, me persona që kishin pasion natyrën, dhe në korrik të 2017-s ne vendosëm të krijonim grupin Taraboshi Shkodër. Sot jemi 4 vite pas, jemi ajo bërtham që kemi qenë, por rreth nesh tashmë kemi shumë miq, shumë dashamirës të natyrës, dhe kjo na gëzon pa mas. Në fakt, kjo qasje me natyrën ka qenë brenda jush edhe më herët, dhe ju gjetët një mundësi që të bashkoheshit dhe pikërisht të realizonit këto ngjitje të përbashkëta, të cilat kanë vlera akoma më të mëdha, duke marrë edhe nga ana sociale, duke shtrirë me të tjera destinacione, me horizonte të reja, apo jo? Është e vërtet kjo, sepse kur u bë me bashkë me fjalë filloi edhe organizimi, si thosh, i ngjitjeve, dhe kështu që gjithë secili në patmenimin e vet për ngjitjen rrallës ose për programin. Dhe është më e bukur sepse është sociale, si the, dhe vetë, dhe gjithë secili ka idetë veta për ngjitje. Dhe kështu
pavarësisht se na gjithë secili kishim ka një eksperiencë vogël, po kur bash grup edhe vazhdon të ushtru si grup ngjitjet nëpër male, jo vetëm male, po në liçej edhe në shpella. Këto janë me fjalë më të bukura. Atëherë brenda jush edhe në sy tuaj ka një histori të jashtëzakonshme të ecjes gati pëllam për pëllam në një territor të caktuar përreth Shkodrës, por jo vetëm. Sepse ju keni përshkruar hapësira të gjëra, të larta, jashtë kufive, destinacione që nganjëherë kur i shikon edhe me video të bëjnë të çuditesh, të marrësh, ta përsëritësh dhe të thuash bravo, shumë guxim. Faktikisht na bëjmë organizime jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe Maqedoni, të cilin do t'i falenderojmë gjithë bishkatarët e tonë treve shqiptare, sepse organizojmë shpesh festime si që kemi ne tani në gosht, me një gosht 4 vjetorin e Karaboshi Shkodër, që do ta festojmë në Vilipoj. Po ashtu festojnë edhe grupe tjera që na thrasin dhe gëzohemi pa mas kur marrim pjesë në ta. Kjo do të thotë që ju jeni zgjeruar shumë dhe keni bashkëpunuar shumë dhe me të tjerë klube të ngjashme me ju, apo jo? Në fillim keni qenë pothuaj një bërthan. Atëherë kemi qenë 5-6 veta në fillim, që hollëm idenë për të krijuar grupin Taraboshi, ndërta edhe unë. Dhe fillimisht vendosëm të bëjmë një udhtim, një ecje, më mirë me thënë, dhe aty vendosim që të ishte ecja e parë në Korap. Në Korap? Po, për të sfiduar që vetën, për të parë nëse ne vërtet këtë pasion dhe të qonin dhe në fund, dhe ka qenë përveç kësaj grupimi të vogël që ishin 6 veta, që edhe një pjesë tjetër personash amator, mund të them, dhe në atë ecje fatkeqësisht nuk kam qenë për arsye pune, por ka qenë bashkëshorti im bashkë me djalin dhe grupi Taraboshi, dhe kanë arritur me shumë sukses ngjitje në Korap, si maja më e lartë paktën nëse për sot në Shqipëri. Kështu që e filluam atë dhe pam që mund të realizoheshin, mund të bëheshin ëndrat tona realitet. Atëherë u vendosëm që të bëjmë një plan veprimi ose një plan program, më mirë me thënë, të ecjeve tona në natyrë. Dhe në këtë program ne përfshim pak a shumë majat e maleve rreth e qark Shkodrës si fillim, për të eksploruar një vendin tonë, qytetin tonë. Dhe sipas programit pasandaj filluam që një fundjavën, shtunë e diel, se ato shfrytëzojmë faktikisht shtunë e dielën, filluam që të bëjmë ngjitjet tona në disa maja rreth e qark Shkodrës. Unë mbaj mend që majën e parë që kam ngjitur ka qenë pjesa e majës kujto pak Maranajt, majën Maranajt, malin Maranajt kam gjitur për herë të parë. Për mua ishte sfiduese, domethënë mbas një kohe tepër relaksuese, mund të them, ose pa aktivitete, unë mora përsipër të ngjis majën e Maranajt. Ishte shumë e bukur. Aty edhe filloi edhe dëshira për të vazhduar më pas me majat të tjera. Shikoje komplet Shkodrën me liçenin edhe Kalanën, gjithë e shikoje shumë bukur. Pra ti përballesh me një natyrë ku të mbushet shpirti, mbushet sytë, dhe pse jo pasandaj të hyp dëshira dhe më shumë për me i kap gjithë majat e qytetit tënd. Programi vazhdon në mënyrë korrekte. Në momente që ne kemi problematika lidhur me kohën, për shembull, ose problematika që dikush nga ne ka në një angazhim apo kemi probleme shëndeti, normalisht ne merremi vesh me njëri tjetrin dhe i shtym në javën në vazhdim. Por në përgjithësi programin e ndjekim shumë në mënyrë korrekte, sepse është dëshira që na bën që të ndjekim jaftë. Më bën përshtypje sepse ju jeni të përfshirë pothuajse me familje, gjë që bën që mbështetja juaj emocionale të jetë shumë e fuqishme. Nga ana tjetër, grupi ka profile të ndryshme të njerëzve që janë shpesh edhe në pozicione publike të njohur, mjek, mësues, njerëz të punës që janë mjeshtra në profesionin e vet. Pra, përveç se ju bashkon ajo dashuria e madhe e ngjitjes,
siç duket keni gjetur kombinimin e komunikimit edhe këmbimin e përvojave tuaja jetësore. Është e vërtet kjo, sepse faktikisht është një grup, po thojmë, intelektual Shkodrës dhe përvojat tona na kanë bashku jena bë si një familje, sepse faktikisht edhe kur arrim maje, që arrim gjithë, gëzohemi gjithë pa mas, përqafohemi gjithë pa mas, dhe ushqimin ose që të kena gjatë vogël e ndajmë bashkë. Një fjalë na ka bërë shumë sociale, po thuish një familje. Dhe jam shumë i gëzuar sepse shkojmë gjithë mirë, qeshim, shkon një Për ndryshe nuk do të kishit vazhduar. Në fakt, doktoresha e ceku edhe pak më herët, të ngjitesh në një maj, do të thotë të përqafosh një hapësirë shumë të madhe. Çfarë pamje, çfarë bukurish, çfarë ndjesish ke kur je aq pranë atyre lartësive, por njëkohësisht sheh një horizont mjaft të gjerë. Cilat janë bukuritë më të veçanta dhe çfarë ju ka mbetur e pashlyeshme? Faktikisht çdo maje ose çdo ngjitje ose çdo arritje që krijojmë na gëzon pa mas dhe nuk janë kur dy herë njësoj. Bukuritë janë të ndryshme dhe thojmë sa mirë ja kaluam edhe këtë fundjavë, ishte një ditë shumë e bukur, por gjithmonë është kjo sa mirë ja kaluam edhe këtë javë, sa mirë ja kaluam edhe këtë javë, sa u kënaqem këtë javë, ishte ngjitjet më e bukura, gjithmonë është më e bukur sepse e përjetojmë me shpirt ngjitjet. Dhe kështu që është gëzimi pa. Unë po përmend vetëm pak. Maranaj, Kurilla, Cukali, vetëm atë pjesën Veleqiku, Golishit. Taraboshi, Shkodër që është shumë i bukur sepse shef krajin e Vilipojës, shef edhe krajin. Taraboshin e keni kështu, sikur e keni krejt afër. Se ne maja zez në Rjoll që është atë bukur e dhaja, se të ne me pa detin shumë e bukur në Shkodër me fjalë. Në fakt Shita Hejmelit është shumë e bukur. Janë shumë, vetëm afër Shkodrës janë shumë, pavarësisht se Shkodra është hyjmi Alpeve shqiptare, kështu që. Në fakt çdo maj ka të veçantën e vet. Për shembull, po të marrim majën e Velës që është në Lezhë, ose po të marrim majën e Murgës që është në Puk, ose po të marrim pjesën, siç e tham, të Golishit që është Malësi të Madhe, Shkodra, po ashtu me majat e veta, secila të ofron një bukuri shumë magjishme. Unë po marr vetëm majën e Murgës që më ka bërë përshtypje për shembull. Maja e Murgës shikon një relief të liçenit të Komanit që duket sikur e ke piktuar me dorë. Është një mrekulli, domethënë ka ca valëzime, ka disa shkëmbinj në formë të prerë, dhe ti aty fillon e shikon dhe fillon e fantazon dhe bën sikur ke një pikturë përpara. Dhe vetëm në një moment e kupton që është një gjë reale dhe ti e tu e pa në natyrë këtë gjë, jo se është pikturë, domethënë. Ka fenomene të tilla ku shikon liçen pas liçeni, kalam pas kalare. Ose ka këtë drithijet që krijon perëndimi i diellit, për shembull, ose lindja e diellit që na ka takuar të shohim në mëngjes në majtë male, për shembull, kur kemi bërë kampingje dhe shikojmë dhe lindjen e diellit, është një mrekulli. Por janë disa momente magjike që i shikon dhe i ndjen vetëm kur je majtë krenare. Ju përmendet majën e Velës që mua në një rrugtim me makinë më ngjan me 2 maja. Në fakt ajo është jo 2 maja. 2 maja. Vërtet janë 2 maja. Ne kemi bërë, unë kam bërë njërën, kurse kolegët e mi, shokët e mi kanë bërë të dyja. Në maj është një fush, apo është gjithmonë atëherë, gjithmonë, në moment që jetu ngjit një maj duket sikur është thik gjithçka, por sa herë që shkon në majtë majës e gjen një tip livalli se s'ban. Është një livall, është një fush ku ne ulemi, drekojmë aty, pushojmë dhe pastaj ne zbresim. Por çdo maj, sepse tashmë kjo turizmi malor është përhapur shumë në Shqipëri, me thënë drejtën. Ka shumë grupe të rinj, ka shumë klube Taraboshi, si klube Taraboshi ka dhe shumë të tjerë, më falni. Me këtë emër, Taraboshi? Jo, bështëra si klube Taraboshi ka dhe të tjerë klube të Tiranës, të Lezhës, të Pukës, të Elbasanit, Korçat, gjithë. Dhe është krijuar tash edhe një lloj, si më thënë, janë bërë unike disa gjëra.
çdo maj do ketë një grumbull gurësh me një flamur ose me një Si dëshmi. si sigël që tregon që është maja e Golishit, për shembull, ose maja e Velës, dhe ne e kemi detyrim që do të shkojmë pse s'bën deri te ajo pikë për të vënë një gur. Pra kjo është ajo që Për të lënë dëshmin tuaj që ju kjo është ajo që ne na sfidon. Ka raste që ne shkojmë deri 100 metra pavajtur tek maja dhe detyrimi jonë është që të shkojmë deri në fund për të vënë gurin aty tek ajo masa e gurëve që alpinistët të ndryshëm e kanë bërë para nesh, domethënë. Edhe kjo është sfidë e bukur. Doktoresh, në fakt, kur ju kam parasysh ju, shoh një njeri profesionist, ju jeni drejtoresh e shëndetit parsor për Veriun, ndërkohë që jeni dhe presidente e klubit Taraboshi. Si arrini ti menaxhoni pikërisht në radhë të parë kohën, angazhimet tuaja dhe çfarë ju sjell pikërisht ky organizim në ecurin tuaj? Faktikisht është e vështirë, por është shumë bukur kur organizon, bën plane dhe pastaj ato i fillon i racionalizon dhe arrin objektivat. Për mua në fakt ka qenë sfiduese pak e lidhur kjo edhe me kohën që po kalon bota për momentin, me situatën e Covidit. Bile unë të tilla kohë u zgjolla dhe presidente e klubit Taraboshi, por dëshira e mirë që Suksese. Dëshira e mirë për të mos e lënë grupin jo pa një president, sepse president ka kushdo, mbas me mund të vjetë kushdo, por në ato momente duheshe vazhdimësia nga një sepse më falni, ne kemi dëshirën që presidentët na mbajnë femrat, për ta kompensuar pak, sepse pjesa mashkullore është shumë fort në ngjitje, atëherë pjesa femërore të drejtoj dhe të organizoj është pak më e fort. Kështu që dëshira për grupin, për mos me u përçar grupi, ose dëshira për mos me lënë grupin në baltë në thonjza, unë pranova që në të tilla kushte shumë sfiduese me profesionin tim si mjeke, të mbaja edhe presidencën e klubit Taraboshi. A ju ka takuar që të bëni mjekën edhe gjatë një ekspedite ngjitje? Keni patur raste që dikush ka pasur nevojë për profesionin tuaj, për rolin tuaj? Patjetër që unë jam pjesë e grupit të pjesës së ndihmës së shpejtë. Sepse keni edhe mjek të tjerë. Në pjesës së ndihmës së shpejtë të klubit Taraboshi, ne kemi çantën tonë ndihmës së shpejtë, edhe unë dhe Burim dhe doktorisha Amela jemi të tre të përgatitur dhe gjithmonë mbajmë me vete të çantë. Por raste për me ndërhy direkt si mjek në raste të vështira nuk kemi patur, dhe shukruj Zotit jo deri tash, për ashtu gjëra të vogla në një ndrydhje këmbe ose në një plag të vogël. Keni patur momente sfiduese kur keni thënë po që hyn kësaj pune, kësaj rrugë? Faktikisht deri tani jo. Sepse kur e bën një gjë me qef nuk duket, nuk mundesh më të rrehek. Ka prej na kanë ndodhur prej grupit që janë shqetësuar fije faktikisht, si në alësi, sepse nuk janë të lehta se në bëjmë majt më të nalta. Edhe mënona me dalë me tan grupin atje. Se e bukra grupit është kush deli me fjalë që të arrim gjithë grupi destinacionin. Kastriot Faci në përgjithësi qëndron në kamera dhe ju mbështet me mbështetje emocionale, por jo vetëm, Në gjë rastin ta falenderoj, gjë rastin ta falenderoj me shpirt Kastriot Facin, njëkun ton, shokun ton, sepse pate ne nuk do ishim pas 4 vite, është dëshira e tij për me shty grupin para, është ideatori i çdo lloj udhëtimi dhe është shpirti i pasionit për grupin. Domethënë e falenderoj shumë sepse duhet ishte edhe ai sot tu, por është prapë në një mision tjetër, është me grupin Junior, Taraboshin Junior. Po, do ta përmendim dhe këtë organizim. Dhe momentalisht ndodhet në Valbon. E përshëndesim. E përshëndesim. Do jetë javën e ardhshme për të na sjell pikërisht këtë informacione, ndërkohë që ajo që një ndër sukseset e më të fundmit është një kampionat që është zhvilluar i katavjerjes në shpejtësi, ku pikrisht Alket Samaj ka dalë kampion. Por në këtë garë nuk kanë munguar asnjë prej grupit. Doktoresha ka qenë një prej pjesëmarrësve, ndërkohë që emocionet tashmë nuk ishte thjesht një ngjitje, ishte një garë edhe me grupe të tjera. Si jeni ndjerë, cila ishte kjo histori?
Po, faktikisht organizata e turizmit, organizata e alpinizmit dhe turizmit malor shqiptar çdo vit organizon disa evente. Ku këto jemi të regjistruar si pjesë e federatës edhe klubit Araboshi dhe normal marrim pjesë në për eventet e tyre që organizojnë me president Turgunin. Kështu që ata na ftunin, kemi një event thane në kanjonin e Gjipes Ku ndodhet? në Vlorë. Në Vlorë. Dhe atje është një në eventet më të bukura faktikisht në Shqipëri për ngjitjet në kanjon, po thojmë, sepse e kanë eksploruar ose e kanë sistemu ose kanë taku gënxhat austriak tujt. Po. Dhe është një në eventet më të njoftuna për alpinista. Aty kishim organizim në ngjitje, kacavjerje në shpejtësi dhe ngjitje teknike në shpat. Na si grup thamë po vim në atje dhe marrim pjesë, shku me 4 antarë dhe të gjithë morë me pjesë në fakt në ngjitjet, ku në fund na thanin që u shpall kampion Alketi. Se ishte në shpejtësi. Ishte shpejtësia 34 sekonda e diçka tjetër. Cila ishte lartësia dhe vështirësitë në këtë Lartësia nuk ngjitje? ishte fort e madhe, se ishte pun 30 metra, 30 metra, sepse ishte koha që kush e banon shpejt. Terreni ishte i vështirë, fakt shkëmbor goxha. Dhe erdhëm me një trofe në Shkodër, që unë jam i kënaqur për Shkodrën, që e prume në Shkodër, paktën për këtë vit. Shpresojmë të marrin edhe vitin tjetër, po. Tash ti fillon nxitja që nuk është shumë, një fjalë e urtë thot, nuk është shumë e vështirë të mbërritësh në maj, po është e vështirë të qëndrosh gjatë atje. Kështu që le të shpresojmë të qëndroni në maj. Doktoresh, keni marrë pjesë edhe ju? Unë në fakt jam edhe antare e kryesisë së Federatës Alpinizmit dhe Turizmit Malor. Kështu që e përzgjedhur edhe nga federata për me qenë pjesë aty në këtë event. Ishte kampionati kombëtar i kacavjerës, siç e tha dhe Alketi. Ishin shumë sporte që merrnin pjesë, shumë klube sportive që merrnin pjesë aty. Kemi patur me vete edhe kryetarin e federatës Artur Guni, që e përshëndes. Dhe normalisht ne kemi vajtur faktikisht një ditë të shtune, ndërkohë që grupi tjetër kishte shkuar që të premte dhe kishin bërë prova për këtë ngjitje. Ndërkohë që ne të katërt, se kemi qenë unë, Alketi, Lodoja dhe Kastrioti patjetër, ne kemi shkuar ditën e shtunë dhe nuk arritëm dot që të bëjmë provën. Dhe meraku i joni, ndoshta imi më shumë, ishte pikërisht sepse nuk isha përballur akoma me atë shkëm që ne do bënim ngjitjen ditën tjetër të dielën. Por e morëm me shumë pozitivitet, sepse në fundit kështu e kemi nisur edhe që kur kemi krijuar klubin Araboshi, pa e provojmë, edhe ndërkohë kemi bërë këto aktivitete sportive. Dhe për mua ishte përballja e parë me një mal, me një shkëmb, në formën e asaj çfarë ofronte Gjypeja. Më përpara kam qenë prapë në një event tjetër, por që do e them më mbrapa, që ishte pak a shumë e njëjta gjë, por në një model pak më të kohës, më modern, si më thënë, si ngjitje. Dhe me thënë të drejtën, ishte për shpejtësi dhe i kam thënë këtyre shokët mi që i kam si vëllezër faktikisht, më ndihmojnë në marrim shumë pranë. I kam thënë që unë do bëj ngjitje në mënyrën teknike, për ta kuptuar dhe për ta sfiduar këtë pjesë të shkëmbit, sepse për shpejtësi normalisht nuk mund të konkurroj, sepse ishte hera e parë që unë bëja një kacavjerje. Dhe më pëlqeu shumë ideja që unë arrita deri lart, edhe pse nuk ishte shumë e lartë si lartësi, por ishte shumë imagjinoje që ti atje i përballet një shkëmbë dhe duhet rastësh mendjen ku të vesh dorën, ku të vesh këmbën, në një kohë që dhe e shikon dhe se shikon, domethënë nuk është se i ke të përgatitur ato gjëra. Kështu që unë arrita me e bë dhe për mua ishte shumë kënaqësi që e bëra dhe isha shumë e lumtur unë ndoshta se sa Alketi që mori çmimin. Pasi Alketi ne kemi thënë gjithmonë që për kacavjerje do jetë kampion gjithmonë. Jo vetëm këtë vit, por Alket, historia juaj është shumë e hershme, me natyrën, me ngjitjet. Faktikisht natyrën e kam dashur i vogël, shumë kam pasi tezën e vogël, në male kam shiju shumë gjithmonë, se familja na qote
Her pas Javën here. e funit në javën e funit gushtit, para se me fillu shkolla, e kaloshin në mal. Dhe kështu që qysh e vogël fillova me kacavjerët edhe me këta me shiu malin, masanej babën e kisha me kuaj, u morë me edhe me kuajt në stacionin e Zotit një Shkodër, dhe kështu filloi dashamirësia për natyrën, për kafshët dhe për tana dhe meti pasjen. Jo vetëm në ngjitje, por edhe në shpella keni hulumtuar, jeni diçka. Që të kuptohet, klubi Taraboshi Shkodër nuk është vetëm për ecje në mal. Po. Ne bëjmë kacavire, ne bëjmë kanoe, bëjmë shpella, bëjmë eksplorime të livalleve apo të bjeshkve, bëjmë bicikletën, siç tha edhe ky Alketi më fal. Pra bëjmë edhe programe sociale, bëjmë edhe kampingje, bëjmë edhe bamirësi. Pra ka një aktivitet shumë të përhapur. Shumë social, domethënë e kemi shumë të hapur aktivitetin tonë në të tëra gjërat që të sillin Madje mund të ketë zonat që ju njohin tashmë, qoftë edhe në fakt kemi vënë re vit pas viti nga 6 veta që ishin ata fillesat. E filluam domethënë grupin Taraboshi. Ne tashmë jemi 4 fishuar si klub Taraboshi. Plus që ne kemi 2 vjet që kemi edhe klubin Taraboshi Junior, që është një risi dhe është një gjë shumë e bukur ku modelin ton janë të e marrë edhe klubet e tjera sportive, qoftë në Shqipëri, po qoftë edhe në Maltezi apo edhe në Kosovë. Kjo tregon që ne jemi përditurit, qoftë tek fëmijët, qoftë edhe të rriturit. Pra ne numërojmë shumë antar që sot na ndjekin dhe na shohin dhe me thënë të drejtën ky është qëllimi jonë, që ne të promovojmë sa më shumë natyrën shqiptare, të promovojmë sa më shumë bukurinë shqiptare, por edhe të bëjmë edhe atë anën sociale, domethënë socializimi mes njëri tjetrit, ndarjen e gjërave të bukura, marrjen e gjërave të bukura, shkëmbimin e eksperiencave, dhënien e dashurisë në gjithçka, siç e tha Alketi, ne kemi dashuri për gjethet, për lulet, për kafshët, për malet, për njerëzit, pra kemi shumë dashuri dhe këtë na i fal pasioni jonë për natyrën. Ndërkohë nëse do ta përcaktonit me pak fjalë, ju jeni ngjitur në malet e Shqipërisë, por jo vetëm. Nëse i drejtohemi në një pamje panorameske sa e bukur në sytë tuaj është Shqipëria. Shumë e bukur. Aq e bukur sa nuk kemi kush e di kur mund t'i përfundojmë të gjitha bukuritë shqiptare, kush e di sa vite duhen në t'i eksplorosh. Unë do të thoja se një pjesë tjetër se kalova dhe jashtë vendet tonë, si në Itali, Gjermani, Francë. Dhe nuk pava si qytetin e Shkodrës, jo vetëm si Shqipëria, po si qytetin e Shkodrës do të thoja, se është i vetmi qytet që të ofron gjithçka. Nuk i mungan asnjë. Dhe më vjen keq për shumë njerëz që nuk e shijojnë Shkodrën e tyre, sepse Shkodra nuk është vetëm pjaca, faktikisht. Kjo është. Shkodrat në piknërsi si kura dhe të peshkimi, si thojmë të markut, po të njëjtësh të balkoni, shef kalan, shef drinin, shef derin, det, shef pushatin, kënej, ka kraj tjetër, shef Shkodrën, knaqe, si kur 200 metra që të njëjtësh. Ja ma që të njëjtësh majet Taraboshit, ose majet Maranajt, ose majet Veleqikut, ose majet Cukalit, sepse e shef si të shëmë plan dorës. Plus Shkodra ka dhe detin edhe Alpet, që që ma të bukur se Shkodrën është tjerë me zjetë. Emocionuese këto fjalë. Ndërkohë leti sillemi atij benefitit të madh që ju merrni emocionalisht nuk diskutohet. Nga ana fizike, meqense pothuajse po kalojmë një situatë pandemike, çfarë fuqie keni marrë nga natyra, si e keni kaluar këtë situatë? Ne në periudhën e vjeçme që ishte Covidi, ishin ato muajt e izolimit, me thënë të drejtën ne kemi bërë tentativa për me ecë nëpër male, sepse thoshim në ajër të pastër, me ecë, me qenë me umbush me frymë, vetë se mirë i bënim organizmit tonë dhe shëndetit tonë. Dhe ajo që unë si mjeke tashmë, ajo që më pëlqeu më shumë në këtë periudhë ishte që të gjithë pothuajse antarët e Taraboshit Shkodër e kanë kaluar shumë lehtë Covidin, se sa një pjesë e madhe që kemi dëgjuar edhe që unë i kam parë nga afër. Kjo tregon që ne e sfiduam këtë virusi pikërisht me përballjen me natyrën, me ajrin, me atë që të shëron gjithçka.
Kështu që kemi përfituar qoftë në shëndet, po kemi përfituar edhe në, siç e thatë ju, edhe në strukturimin e formave të trupit, sepse fillon edhe muskujt vjen në funksion, forcohen, po kemi përfituar nga ana shëndetit mendor shumë, sepse tëra të stres që kemi kaluar me pandemin, ne e relaksonim mendjen dhe dëshirën e mirë për të qenë mirë, si i thonë, e përballë me natyrën gjithçka. Cicërimat e zogjve, gurgullima e ujit, era e barit, lule të ndryshme që mblidhnim, të tëra këto i bëjnë mirë shëndetit në çdo aspekt. Të ftohtit e borës, ju nuk ndaleni në një, është dimër, vjesht, verë, pranverë, madje unë me sa kujtoj nga informacionet dhe nga paraqitja juaj këtu në program, që në ditët e para të janarit, aty e promovoni vitin që nis. Po. Faktikisht na çdo për vjetor me fjalë organizojmë një ngjitje në malin e Taraboshit që do të jetë përputhet dikun me javën e 2 janarit, sepse atëherë është ajri i pastër, gjem borë në Tarabosh dhe të neve kënaqësi të madhe. Pavarësisht se mund ndrohet java sepse po që moti keq. Po, në përshtatje me situatën. Dhe pra është diçka shumë e bukur. Këtë vit, me thënë drejtë për përmendim një fije, ne kemi shprehën të tërë dëshirën për me organizu një fest për 4 vjetorin e grupit Taraboshi. Të iniciuar kjo pak edhe me një event që ishim të ftuar së bashku me Halketin, Kastriotën dhe disa të tjerë në Matkat të Maqedonisë. Ishte viti i dytë që ne shkonim në Matkat të ftuar si klub Taraboshi për të bërë dhe ata përvjetorin e klubit të tyre sportiv. Dhe me thënë të drejtën, koha e mirë, periudha e verës ose prames të jep mundësinë që të vinë më shumë pjesëmarrës për vetë kushtet atmosferike. Atëherë menduam ta organizojmë një fest përvjetori të festës siç po e bëjmë tash, siç e përmendi Halketi, në datën 31 dhe datën 1 gusht. Ne do të bëjmë pikërisht festën e 4 vjetorit të Taraboshit Shkodër. Dhe tham ta bëjmë në kohë vere për të promovuar një fije dhe Velipojën, meqenëse është pjesë e Shkodrës, për të promovuar natyrën e bukur që ofron Velipoja, detin, rerën, pishat, dhe pasandaj pjesëmarrjen ta kemi edhe më të gjerë se sa kur e bëjmë në sepse ju jeni në lidhje edhe me klube të tjera dhe bashkëveproni, e ndërveproni her pas here. Pikërisht kështu i hollëm ato idetë tona dhe jemi sot përpara faktit që ne kemi bërë gjithçka gati, kemi bërë dhe një ftesë të përgjithshme ku kemi ndarë gjithë klubeve bjeshkëtare, qoftë të Kosovës, Malezi, Maqedonisë, por edhe shqiptare patjetër. Kemi bërë një promocion, një reklam promocionale në mediat sociale, ku e kemi shpërndar dhe e kemi bërë pikërisht në projektin Shpresa, në rrugën numër 1 në Velipoj, ku na jep dhe falenderoj për këtë Luigjin, që na ka dhënë komplet ambientin për të ngritur këtë kamp veror edhe për të bërë festën. Dhe pikërisht e bëm aty atë spotin publicitar për me i njoh bashkë këta dashamirësit e sportit kudo që të jenë dhe për të krijuar idenë se ku do bëhet ky kamp. Eventin e kemi cilësuar Velipoja Camp and Hike, pikërisht sepse ofroi disa mundësira. Do bëjmë përveç natës së parë që do kemi organizimin e festës me muzikë, humor, lojra popullore, edhe kështu llotarira me dark normalisht, me një ambient shumë të bukur dhe me fjetje pasandaj nëpër çadra apo nëpër ambjente dhomash si të dëshirojnë të ftuarit. Dhe ditën tjetër pastaj do zgjedhim ngjitjen në majën e zezë, i cila përkon në Rjoll, që është përsi një maj ku ti shikon gjithë detin dhe perëndimi është një mrekulli domethënë më e pa. Por një pjesë tjetër që nuk munden do të ngjisin majën e zezë për arsye të nxehtit, do bëjnë pikërisht rezervatin e Velipojës, kur ata duam të promovojnë. Dhe ndoshta edhe të tjerë që duan të lahen, të rinë në rrë dhe të bëjnë edhe banja dielli. Në këtë klub ne kemi pak a shumë të planifikuar që të jetë një numër rreth të 200 vetave. Po, është një event që kemi hapur një festë shumë madhështore. Mendojmë të na vinë, sepse na kanë shprehur paktën në përgjigjen e ftesave që do vinë klube të ndryshme siç e thash, me anëtarë të tyre që mund të shkojnë 10 deri në 15 veta për çdo klub.
do jenë të pranishëm edhe mediat, do jenë të pranishëm edhe ftesa të personave special, që themi ne, qoftë edhe kryetari i Federatës Alpinizmit dhe Turizmit Malor, qoftë edhe kryetari i Bashkisë Shkodër ndoshta, por edhe të tjerë pjesa donatorëve apo pjesa e biznesmenëve të ndryshëm që kanë dëshirë ta shohin këtë aktivitet. Kjo, siç e thash edhe më përpara, bëhet për të promovuar qytetin tonë, bukuritë, kulturën, qoftë atë në muzikë, qoftë në sport, qoftë edhe në kulinari, sepse do gatojmë vetë. Jemi antartë e Taraboshit që do gatojmë gjëra tradicionale për të ftuarit tanë. Do jenë të ftuar patjetër edhe pjesa me rejone, që është Taraboshi Junior. I kemi edhe ata pjesë të këtij aktiviteti. Mendojmë se do jetë një aktivitet shumë i bukur dhe me këtë ne besojmë se e kryjm festën e organizimit të këtij viti për t'i kaluar pasaj më pas me ngjitjet në kushtet normale, ngjitjet tjera pas. Ju nuk ndaleni në ngjitjet tuaja dhe Taraboshi është gjithmonë në ngjitje. Ky klub i mrekullueshëm, të dashuruar pas natyrës, shumë social, shumë komunikues për t'ju bashkangjitur mrekullisë shqiptare. Vërtet të qëndrosh në historitë tuaja, në rrugën, në ecurin, është më shumë se dashuri, është një pasion i zjarrt, gati i çmendur do thoja, që vërtet të rrëmben, të bën ta dashurosh akoma më shumë këtë vend. Dhe ky është një lloj thirrje, kjo është një lloj thirrje do të thosha, për të gjithë ata që na ndjekin ose për të gjithë ata që dinë që ju jeni aty, për ta promovuar, për ta dashur, për të qëndruar këtu, për të shërbyer dhe për të qenë pjesë e këtij vendi të dashur, siç është Shkodra dhe Shqipëria. Për të gjitha emocionet që na falet, për të gjithë këtë ecurit tuajën, shumë respekt. Vërtet unë po ju dëgjoja me një ëndje të veçantë dhe me një admirim për guximin, por edhe për përkushtimin, për çdo gjë që planifikoni her pas here, dhe për çdo gjë që arrini, për çdo destinacion që bëhet akoma më sfidues. Do t'ju uroja vetëm suksese, shëndet dhe mbarësi, duke përshëndetur të gjithë antarët e klubit tuaj. Janë një listë gjatë, jeni ju, është Kastrioti që gjithmonë identifikohet me Taraboshin, por jo vetëm, por janë familjarët tuaj, sepse pa një mbështetje kaq të madhe, kaq të ngrohtë, nuk do t'ishte bërë kaq shumë bukur e mundur. Vërtet. Vetëm suksese, ecuri të mbar në përvjetor pas përvjetorësh, ndërkohë që duke veshur këtë pekt të natyrës, shpresoj të mbeteni kaq të ri, kaq aktiv, të fuqishëm, guximtar, sfidues. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për të dhe për iniciativat. Faleminderit shumë. Suksese. Faleminderit.